Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me videon e radhës. Këtë herë dua pak të komentoj hyrjen të Edisës. Edisa, që në momentin e parë që ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, fillimisht një herë mendova që u pozicionua tek grupi Mateos. Por ajo muhabetin tendencios me Mirin nuk e kishte patur në kuadër të keq, por e kishte patur në kuadër të mirë. Tensionet mes Edisës dhe Brikenës janë rritur që ditën e djeshme, teksa Brikena i thot Edisës kujdes se mos të fluturojnë mollzat prej së qeshuri. Do me thënë, vajzat brënda kësaj shtëpie çuditërisht ofendojnë njëra tjetrën për ndërhyrje botox apo ndërhyrje plastike, filler si mund t'i quajmë, duke e ditur që çdo njëra prej tyre i ka, do me thënë janë të gjitha copy-paste. Dhe çuditërisht, do me thënë nuk e kuptoj se ku e marrin këtë guximin për të ofenduar njëra tjetrën në këtë drejtim kur të gjitha janë artificiale. Por okej, debati nuk mbeti këtu. Ditën e sotme, teksa po qëndronte Edisa ulur pranë Mirit Rogertit, do me thënë është pozicionuar në grupin e Rogertit, Edisa bëri një goditje kundër drejt Mateos, ndoshta edhe për t'i hapur syt, do me thënë unë mendova që këto të dy do të krijoni një aleancë të përbashkët të dy, do të krijoni një afrimitet të dy, sepse janë që të dy nga Elbasani, por Edisa nuk është se e priti mirë pjesën me Mateo, apo të krijon një afrimitet. Unë duke menduar që vinë të dy nga njëjti qytet, do me thënë të dy vinë nga Elbasani, mendova që do të krijoj një tip grupi, do të jenë të afërt me njëri tjetrin dhe do të bëhen shumë miq të mirë, sepse mentaliteti, kultura, jeta e njëjtë i lidh më shumë, por nuk ndodhi e tillë, do me thënë. Ditën e sotme Edisa i tha Mateos që Brikena, gjatë gjithë prajmeve, më së shumë t'i shpreh pëlqim për Ledionin se sa për ty. Do me thënë, në sytë e Edisës, Mateo duket i përdorur nga ana e Brikenës. Tani unë këtë gjën e kam folur gjithmonë. Ja, për shembull, sot Mateo dhe Brikena janë shumë të largët me njëri tjetrin, nuk e kanë me atë afrimitetin siç e kishin ditë më parë. Tani, unë nuk e kuptoj se sa kohë i duhet Brikenës që të bën disa lëvizje, disa veprime, që mos e vër edhe Mateo në situata të këtilla që banorët t'ia përdorin si gjë. Do me thënë, Mateo mundohet gjatë gjithë kohës që t'jeti kujdesshëm, që t'jeti dashur, që t'jeti pozitiv, por Brikena është shumë e ftohtë dhe me të drejtë, do me thënë, asocon tek këto fjalë. Tani, Edisa doli jashtë shumë kontekstit, sepse të thuash ti të shpresh pëlqim për Ledionin, një moderator, një drejtor, një njeri shumë i rëndësishëm i këtij reality show, do me thënë duhet të kesh shumë guxim. Dhe Edisa duket një vajzë shumë e guximshme. Tani, a do të ndikojnë këto fjalë tek Mateo, që ja tha Edisa, do me thënë duke ja vënë non stop në pamje, sepse Edisa ja vuri gjërat edhe Mirit dhe te Miri ndikuan shumë, por a do ndikojnë te Mateo dhe a do të vazhdojnë kjo lufta e hapur mes Edisës edhe Brikenës, këtë gjë do ta shohim në vazhdim, por që e shoh Mateon të rënduar, e shoh Mateon të parealizuar dhe e shoh Mateon i çik në stres për gjëra që ndodhin, normalisht nuk është e lehtë edhe për të sepse refuzohet nga çdo gjë nga Brikena. Mendoj që Mateo do të ndalon së kërkuari atë vëmendjen e Brikenës dhe ndoshta atëherë Brikena mund të bën një lëvizje. Brikena shpesh ja thot Mateos që unë nuk të dua, do me thënë nuk të ndjej, të kam shok, por kam pëlqim për ty. Tani kjo nuk më shpjegohet mua fare.